Vuani nga zhurmat në vesh, ja se çfarë do të thot kjo dhe si ta trajtoni. Tringëllimat, fishkëllimat apo kombimi në vesh shkaktohen nga një sëmundje e njohur si tinnitus. Kjo sëmundje prek rreth 10% të popullsisë në botë. Zhurma krijohet në vesh dhe në kokë, por dëgjohet vetëm nga personi i prekur. Ekspozimi ndaj zhurmës është i vazhdueshëm dhe njëkohësisht shkakton ankth, nervozizëm, probleme serioze me gjumin, madje dhe depresion të thellë. Shumë pacientë kanë të vështirë të përqendrohen nga zhurma thumbuese konstante. Shkaktarët e tinnitusit ose tinnitit. Mjekët janë ende të paqartë mbi shkaktarët e saktë të tinnitusit. Megjithatë, ata kanë identifikuar ekspozimin e tepërt ndaj zhurmave si një prej shkaktarëve më të zakonshëm të sëmundjes. Sipas tyre, ekspozimi ndaj zhurmave të vazhdueshme gjatë punës, dëgjimi i muzikës me volum të lartë e të tjerë janë të rrezikshme për dëgjimin dhe për shëndetin e veshëve. Shkaktarët më pak të njohur. Dylli i veshëve. Akumulimi i dyllit në vesh është një shkaktar i mundshëm i zhurmës në vesh. Për të zgjidhur këtë problem duhet që të shkoni tek mjeku specialist i cili mund të pastrojë siç duhet veshin nga dylli i akumuluar. Përdorimi i medikamenteve. Dozat e larta të aspirinës, disa antibiotikë dhe ilaçet kundër depresionit munden që të shkaktojnë zhurmën në vesh. Ekspertët thonë se edhe sëmundjet e këqija mund të ndikojnë negativisht në dëgjim. Nëse vuani nga zhurmat në vesh, konsultohuni me një mjek për të përcaktuar në qoftë se medikamentet janë fajtor për këtë situatë. Probleme me dhëmbët. Tringëllima e veshit mund gjithashtu që të ketë një lidhje me një problem të mundshëm me dhëmbët ose nofullën. Nëse tringëllima është shfaqur pas një ndërhyrje dentare, atëherë ju duhet të konsultoheni edhe një herë me dentistin. Lëndimet në kokë. Nëse tringëllima e veshit shfaqet pas një aksidenti me makinë ose lëndimi të kokës, atëherë kjo mund të jetë simptom e ndonjë problemi me nofullën, kokën ose qafën. Sëmundje të ndryshme. Zhurma në vesh është ndonjëherë simptom e ndonjë problemi mjekësor. Akumulimi jo normal i lëngjeve në veshin e mesit shkakton tringëllim në vesh. Hipertensioni dhe diabeti janë identifikuar gjithashtu si shkaktar të mundshëm të tinnitit. Gjatë ditëve të ftohta të dimrit është më se normale që ju të ndjeni zhurmë të çuditshme në vesh si pasojë e kontaktit me të ftohtin. Por, në qoftë se ju ndjeni një zhurmë dhe tringëllim të çuditshme gjatë gjithë kohës, është momenti të shqetësoheni dhe të kontaktoni me mjekun tuaj. Mund të jetë fishkëllim, tingëllim, gjëmim, kumbim apo thjesht pulsim që e ndjen vetëm pacienti. Kjo gjendje shëndetësore e njohur me emrin tinnitus pothuajse 17% të popullsisë në botë dhe mund të krijohet në veshin e jashtëm, të mesëm apo të brendshëm. Shkaqet e zhurmave në vesh janë të ndryshme dhe përfshijnë dëmtimin e qelizave të dëgjimit, sëmundjet në zonën e dhëmbëve dhe nofullave. Gjithashtu sëmundje të ndryshme si të zemrës dhe qarkullimit të gjakut, çrregullimet metabolike, sëmundjet e veshkave, çrregullimet hormonale e të tjerë. Ndërkohë, në qoftë se keni një problem të tillë, ne ju ftojmë të dëgjoni këto trajtime të mundshme. Uthull molle. Uthulla e mollës ka në përmbajtjen e saj përbërës me veti antimykotike dhe antiinflamatore, që neutralizon agentët e jashtëm që shkaktojnë zhurmat në vesh dhe ekuilibron ndjeshëm dëgjimin. Në një gotë me ujë të ftohtë, shtoni 2 lugë gjelle uthull molle. Përzjeni bashkë dhe me ndihmën e një shiringe hidhni vazhdimisht gjatë ditës 2 deri në 3 pika ose në moment kur ju duket se keni fishkëllima ose oshëtima të veshit. Hudhër. Hudhra përmban alicin, e cila përbëhet nga përbërës aromatik me veti antiseptike dhe antiinflamatore të cilat absorbohen menjëherë
nga qelizat e brendshme të lëkurës dhe e timpani i veshit. Merrni 2 deri në 3 thelpi hudhra dhe skuqeni me 2 deri në 3 lugë gjelle vaj susami. Pasi të vini re që hudhra ka marrë ngjyrë, hiqeni dhe lëreni vajin të ftohet. Me ndihmën e një pikatore jashtoni 2 deri në 3 pikatore vaj në vesh dhe mbulojeni me një nap të ngrohur paraprakisht për 30 minuta. Do të ndjeni një lehtësim të menjëhershëm, por kurse si mos hidhni vaj të nxehtë. Ginger. Vetit antibakteriale të xhinxherit ndihmojnë në trajtimin e tringëllimave të veshit dhe gjithashtu luftojnë agentët patogjen të cilët shkaktojnë tringëllima të veshit dhe luftojnë ato të cilat shkaktojnë infeksione të tij. Komponimet antiinflamatore zvogëlojnë inflamacionin dhe ulin ndjenjën e dhimbjes. Merrni një gotë ujë dhe vendoseni të zihet për 5 minuta. Pasi ju të shihni bulzat e para të vlimit, shtoni një lugë gjelle me xhinxher pluhur. Pasi ta filtroni, shtoni disa pika në vesh dhe mbajini për disa minuta. Ky trajtim kontrollon presionin e veshit dhe ulën ndjeshëm fishkëllimat. Tringëllima në vesh, e cila ndonjëherë përshkruhet si një zhurmë e vazhdueshme ose gumzhim në vesh, është një çrregullim i përhapur që prek njerëzit në të gjithë botën. Tringëllima në vesh mundet që të zvogëlojë ndjeshëm cilësinë e jetës së disa njerëzve. Njësër gjërash duke përfshirë ekspozimin ndaj zhurmave të larta, humbjen e dëgjimit të lidhur me moshën, bllokimin e dyllit të veshit, barna specifik dhe çrregullime themelore mjekësore duke përfshirë hipertensionin, diabetin ose sëmundje të nyjeve të nofullës, mundet të rezultojnë në tringëllim në vesh. Simptomat e tringëllimës në vesh janë vështirësitë në përqendrim, çrregullime të gjumit, shqetësim emocional, ankthi, depresioni dhe tërheqja sociale. Është e rëndësishme të mbani mend se çdo person do t'i përgjigjet këtyre trajtimeve ndryshe, por gjithmonë dëgjoni diçka qetësuese. Tingujt e ziles ose gumëzhimet të tringëllimës në vesh mund të mbulohen përkohësisht nga tinguj relaksues si tinguj natyral, muzikë e butë ose një ventilator. Gjetja e teknikave për të kontrolluar stresin mund të jetë po ashtu e dobishme sepse mund të përkeqësojë simptomat e tringëllimës në vesh. Ai që vuan nga kjo gjendje duhet të bëjë vazhdimisht yoga, meditim, ushtrime të frymëmarrjes së thellë ose aktivitete shëtësuese të cilat munden që të ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut dhe gjithashtu të ndihmojë edhe në luftimin e tringëllimës së veshëve. Shmangni shkaktarët. Simptomat e tringëllimës së veshit munden që të reduktohen duke shmangur shkaktarët si për shembull ekspozimin ndaj zhurmave të larta ose i ushqimeve të caktuara siç mund të jenë kafja dhe alkooli që përkeqësojnë gjendjen. Mirë po gjithmonë duhet të shkoni tek mjeku juaj për të kryer vizitat e mundshme dhe për të kuptuar se cilët janë shkaktarët e vërtetë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.